Për folë më shumë për barometrin 2020-ës bërë nga Këshilli për Bashkëpunim Rajonal, kam sekretaren e përgjithshme Malinda Bregu në studio. Faleminderit kënaqësi që të kam në studio. Faleminderit dhe mirë se të gjeta rastësisht. Rastësisht në fakt në këtë situatë post-Covidi, por me rezultate jo të mira për gjithë rajonin, sidomos kjo e partive politike, mendoj që thoshte shumë përsa i takon nivelit korrupsionit, por edhe nivelit demokracisë në Ballkan. Jo, unë kuptoj, Ilva, që lajmë në Shqipëri, normal, ti do lajmë patjetër me situatën politike dhe me mbështetjen apo jo, mosbesimin që kanë dhe institucioneve në gjithë rajonin, por për ne ajo është vetëm një nga shifrat, sigurisht hynë në grupin e të dhënave pesimiste, më sakt, edhe për faktin sepse ka patur një rritje në përqindje krahasuar me një vit kaluar. Por ajo që na ka bërë të gjithëve ta shinim dy herë, edhe në analizën e dhënave, është fakti se për herë të parë nuk ka më vetëm qeverit apo gjyqësori si i korruptuar, por listohen partit politike me 82% si institucionet më të korruptuarat një vendit, pasuar pastaj nga gjyqësori, nga zyrtarët publik, edhe media nuk është larg me 63%. Pra kjo përbënte një nga të dhënat interesante në pjesën politike të Ballkan Barometrit, e cila në fakt mund të lërvon pastaj për analiza më të thelluara, sepse qytetarët që zakonisht janë më zgjuar se sa, ose që japin një trend më të qartë dhe më realist se sa i realiteti i përditshëm, kanë këtë mosbesim dhe mendojnë që partit politike janë institucionet më të korruptuara. A i kishte mekanizmat barometri që të kupton të arsyet pse ka dalë kjo përqindje? Ne bëjmë një testim i cili nuk është me një kampion të vogël, është me një kampion 6.000 qytetar pra përgjigje dhënës në të gjithë rajonin, plus 200 biznese. Dhe për të kuptuar sepse janë këto të dhëna, unë po e kufizoj veten për të bërë analizën time, por një gjë mund ta them se ka rëndësi për të kthyer vëmendjen dhe për të kuptuar se në rast se nuk fillon demokracia dhe rregullat e lojës, lufta kundër korrupsionit apo kundër pjesës së mbështetjes së pamerituar të karrierave politike brenda partive politike, këto krijojnë një bazë shumë të fortë pastaj për një qeverisje të nesërme e cila të mos i dhe mirë për vendet. Ndaj dhe qytetarët tashmë e kanë kthyer vëmendjen direkt, kanë targetuar problemin kryesor aty ku lind për sistemin politik, mungesën e demokracive dhe mosbesimin që kanë tek partitë politike, apo tek pazaret e partive politike. Do të na bashkojnë në këtë bisedë, me qenë se ju zonja Bregu nuk doni të bëni komente, kam analistin po ne kemi të dhëna tjera plot për bërë komente edhe pjesën e Covidit. Do ndalemi edhe tek ato. Jam me zonin Lutfi Dervishi, drejtuesi përballë TVSH, Televizionin Publik Shqiptar, me mbrëma. Lutfi, si e sheh ti, si mund ta perceptojnë për një qytetar, çfarë do të thotë një parti politike e korruptuar? Ka një thënie cinike që thotë që shifrat i rregullojnë, po fakti është se kemi ç'të bëjmë. Por në këtë rast kjo nuk vlen sepse shifrat 83% nuk besoj se ka nevojë për koment. Do të thënë që kjo tregon një herë edhe pushtetin e madh që kanë partitë politike dhe tregon dhe nivelin e demokracisë në kuptimin institucional. Do të thënë qytetarët instinktivisht, po ndoshta në mënyrë logjike kanë vënë gishtin mbi plag. Dhe pa parti demokratike në kuptimin e demokracisë, pa parti të përgjegjshme politike, pa parti që nuk janë obez në kuptimin e pushtetit dhe tendencës së partisë shtet, nuk mund të ketë demokraci. Por siç e theksoi me të drejtë zonja Bregu, ndoshta ne si media duhet të fillojmë pak nga një shifër tjetër që është shumë shqetësuese dhe që nuk shfaqet në grafik, është shifra e medias. Dhe ka disa kohë që edhe në Tiranë po flitet për ne duhet pastrojmë oborrin ton të brendshëm, sepse shifra 63% e korrupsionit në media në nivel rajonal është alarmuese dhe është një moment për të reflektuar. Nuk duhet të themi, nuk duhet i ngjajmë shprehjes së bëni si themi ne, po mos bëni si bëjmë ne. Po çfarë do të thotë për publikun, për ata që janë përgjigjur në mënyrën se si analizon ti, Luti, si e sheh, si e shohin qytetarët median e korruptuar, si korruptohet media? Pra është korruptuar lajmi, është korruptuar informacioni, çfarë nuk kuptohet me korrupsion në media? Është që nga forma më e lehtë, lajmi që është PR, dhe deri në formën më të shëmtuar që është shantazhi i medias në bizneseve. Shkëputja nga interesi publik. Do të thënë që media që punon vetëm thjesht dhe ngushtësisht për interesin e një pronari,
dhe që nuk ka parasysh interesin publik. Unë kam parasysh rasti më të rëndë korupcionit, që është shantazhi, që ushtrohet si ndaj politikës, ashtu legjislacionit, po edhe në mënyrë të shëmtuar ndaj biznesit. Ashtu dhe korruptimin në kuptimin e kthimit të një zgjatuesi të një zyre PR-i të pushtetit. Ajo çan në fakt ishte optimiste që ka një lloj polarizimi, rritja në përqindje e rajonit Ballkanit në kuptimin e entuziazmit drejt Bashkimit Evropian. Dhe Shqipëra është 59%, po të ketë parasysh përbërja e rajonit. Dhe 63% për bizneset. Po, dhe ndoshta ky është lajmi më i mirë nga barometri, maj sa arrita unë të shihja. Jo, ajo që përmendi zonja Bregu në fakt është momenti në fakt që duhet analizuar më me hollësi, sepse nëse ti analizon se kush është perceptimi i biznesit, në fakt ato janë matësit më të mirë të temperaturës. Janë ata që besojnë më shumë, le të themi, te Bashkimi Evropian, po jo thjesht te Bashkimi Evropian, por edhe te bashkëpunimi rajonal. Por ka një lloj rritje të cinizmit, ka dhe një lloj cinizmi. Për shembull, shifra 26% që thonë që kur do të ndodh antarësimi i vendeve të BE-s i vendeve të Ballkanit në Bashkimin Evropian tregon për një lloj rritje cinizmit. Dhe tjetra është që ka edhe ky cinizëm vjen për shkak të përkeqësimit të indikatorëve të tjerë. Do të thënë nga 61% që mendonin në parametrin paraardhës që qeveritë nuk luftojnë korrupsionin, tashmë kjo shifër është rritur konsiderueshëm në 71%. Zonja Bregu, përsa i takon barometrit... Dhe më thëmë për të saksuar, shifrat pozitive këtë vit ka një rritje në pjesën e mbështetjes të procesit pra antarësimin Bashkimin Evropian, pra qytetarët mendojnë që sa më afër të jenë drejt Europës, aq më pak probleme do të kenë në shtëpitë e tyre. Ka një rritje të besimit në procesin e bashkëpunimit rajonal në 77%, pra kuptojnë që marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë ndërmjet vendeve janë kyç për të çuar dhe për të ecur gjithë përpara. E kuptoj se ku e ke batutën gati për lajmin e sotëm, por le të shohim se si do të zhvillohen ngjarjet deri në fund. Dhe ka gjithsesi, sepse kjo është hera e parë që ne kemi një testim real të rajonit në periudhën e pandemisë, pra deri më sot nuk ka patur. Dhe në fakt është interesante se po të krahasosh shifrat nga Ballkan Barometri kryesor, pra se sa bizneset mendonin se do të rriteshin, do të punësonin të rinj gjatë këtij viti, thuaj se të njëjtat shifra tashmë kalojnë në planin pesimist. Por jemi surprizuar dhe ne, për shembull, përveç se 29% të rinjve të tjerët e kanë mirëpritur masat e marra për mbylljen në shtëpi, më thënë për kufizimin e lëvizjes, dhe Shqipëria ka mbi 95% e biznesit mbështetje për planin fiskal dhe për masat që qeveria propozon për të lehtësuar situatën e tyre, ndërkohë që 87% e shqiptarëve janë udhëhequr në rajon me besueshmërinë që kanë patur gjatë Covidit tek mjekët dhe sigurisht shumë më pak tek politikanët. Dhe kush është vendi që ka pasur më pak besim tek mjekët në rajon? Vendi me besim, nuk mund ta them tani, por momentin në tash Shqipërinë që është vendi me besimin më të lartë. Por në përgjithësi ka qenë mbi mesataren, është 52% besimi tek mjekët në të gjithë rajonin. Pra shumë i lartë. Cilat janë problemet kryesore që dalin, përveç korrupsionit partive, korrupsionit gjykatë, që ishte i dyti, tjera, diçka që e kanë në dorë qytetarët, e shohin si problem që mund të zgjidhet? Korrupsioni dhe mosbesimi tek institucionit është një problem të cilin e bartim prej vitesh. Dhe në fakt perceptimi ndryshon, është më pesimist tek qytetarët dhe më optimist tek biznesi. Largimi i trurit dhe largimi i të rinjve. Kemi 7 pikë rritje në përqindje këtë vit, krahasuar me vitin e kaluar, për sa i përket brain drainit apo largimit të trurit. Por në mënyrë masive rritet përqindja e të rinjve, të cilët mendojnë se duhet largohen nga vendet tona dhe të punësohen diku tjetër. Ka një ulje të papunësisë në rajon, por kjo lidhet me faktin, po të bësh pra një lloj krahasimi me faktin dhe me tendencën se një pjesë e të rinjve, por jo vetëm, edhe punëtorëve sezonal janë larguar tashmë dhe për shkak politikave që disa prej vendeve anëtare të Bashkimit Evropian si Gjermania kanë bërë muajt e fundit, vitet e fundit kryesisht për të thithur të punësuar dhe qytetarë nga vendet tona, sidomos në fushat e kujdesit, pra në mjekësi, në infermieri apo kujdesi për të moshuarit. Dhe vazhdojmë të mbetet problem kryesor çështja ekonomike, vazhdojmë të kemi një ndarje të kategorive në rajon ku gratë dhe të rinjt janë ata të cilët vuajnë më shumë pjesën e papunësisë, por edhe pjesën e afrimit tek tregu i punës. Kemi një
një të dhënë e cila për ne ishte shumë interesante dhe që na jep mundësi të ndjehemi mirë për punën tonë për sa i përket marrëveshjes së roamingut rajonal, të cilin 6 vendet e rajonit e kanë firmosur vjet. Pra qytetarët kanë filluar të ndjenin impaktin e parë të uljes së çmimeve kur udhtojmë nga njëra ekonomi, pra nga njëri vend në tjetrin në rajon, dhe një larmi të dhënash të tjera, të cilat për çdo që ka interes janë webin zyrtar të RCC-s, për të parë se cili është trendi i rajonit, si ai i biznesit, ashtu edhe ai i qytetarëve. Dhe si shkoi prezantimi i Barometrit Ballkanit sot, meqense ishte në kushtet e Zoomit të një konferencë live? Është ky realiteti i ri që duhet ta shohim njëri tjetrin vetëm nëpërmjet ekranit. Ishte një aktivitet normal, me komisionerin për zgjerim prezent, me ambasadorin i Shinger të konferencës së sigurisë në Myni, dhe me mesazhe nga ministrat e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë, për sa i përket edhe pjesës zgjerimit apo problemeve që po hasim dhe kësaj rruge fare ose shumë gjatë, e cila nuk po arrin dot që të na jap një dritë jeshile të prekjes me një herë të datës së fillimit të negociatave. Kujt i shërben ky barometër tani? Është një instrument që e merr dorë Komisioni Evropian, qeveritë e vendeve përkatëse? Ky është edicioni i 6 i Ballkan Barometrit që prodhon Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal. Ne nuk diktojmë se kujt duhet të shërbej, por besoj që të dhënat e cilat janë serioze dhe një panoramë e përgjithshme e biznesit dhe qytetarëve në rajon, na shërben ne pari për të kuptuar tendencën edhe se si duhen formuluar politikat, por besoj që mund të jetë një dokument shumë i mirë edhe pse jo për gjitha qeveritë, edhe për institucionet, edhe për median dhe për shoqërinë civile, e cila ka një rritje në mbështetje në fakt të vit krahasuar dhe me vitet e kaluara, dhe për të gjitha ata të cilët kanë interes për të kuptuar se çfarë ndodhi vetëm me zhvillimet në rajon, por njëkohësisht edhe për të ndikuar më shumë në atë që përmendëm pak më lart. Në procesin e bashkëpunimit rajonal, të bashkëpunimit dhe të afrimit me njëri tjetrin, e cila është shumë interesante e thënë nga biznesi. Dhe një shifër tjetër para se ta harroj, që është një trend shumë i rëndësishëm, për herë të parë ne kemi pyetur biznesin se cilin do të preferonin si partner të tyrin për të bërë biznes. Dhe 63% e tyre preferojnë partner nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Pra jo të rajonit. Po flas për të jashtëm, jashtë rajonit. Pra këtë preferonin si partner jashtë rajonit. 63% për tyre preferojnë vendet anëtare të Bashkimit Evropian, 32% për tyre pra në vend të dytë qëndron Turqia dhe Rusia, dhe në vend të tretë me 31% është Kina. Interesante. Megjithatë Bashkimi Evropian është jo vetëm aktualisht dhe gjatë gjithë 20 viteve partneri kryesor, por vazhdon të mbetet edhe më i preferuari për biznesin. Luti, ka një shifër këtu që nëse e kuptova drejt nuk më korrespondon shumë. Pra nga njëra anë, qytetarët thonë që partitë politike janë të korruptuara, besimi në institucione është i ulët, por ama kur vjen puna te Covidi dhe masat e marra në masë i kanë aprovuar. Ka diçka që nuk shkon, apo tronditja psikologjike që ka shkaktuar pandemia i ka bërë të besojnë? Sepse nga njëra anë zbesojnë tek ta, i konsiderojnë të korruptuar, dhe nga ana tjetër i binden verbrisht. Jo, besoj është më tepër e dyta, Ilva, sepse fenomeni që ju referuat tani ka ndodhur edhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Në kohë të krizash të mëdha dhe të paprecedent, si ishte Covidi, ka një përpjekje, siç thonë amerikanët, për të bashkuar rreth flamurit, rreth njishit. Në këto momente populariteti i liderëve, qofshin këto lider, le të themi, shumë demokratik, apo qofshin lider me legjitimitet të cënguar, apo qofshin lider me tendenca autoritare, populariteti i tyre rritet. Dhe veçanta këtij barometri është pikërisht fakti që kanë matur temperaturën edhe gjatë pandemisë, dhe në kuptimin e marrëdhënieve me Bashkimin Evropian ka një fenomen interesant, sepse përmendi zonja Bregu që ndihet më afër BE-ja, ekonomitë e vendeve, 6 ekonomitë e rajonit janë gjithnjë më tepër të integruar. Nuk bëhet fjala për Shqipërinë që le të themi partneri kryesor tregtar janë 2 vendet e BE-s, Italia dhe Greqia, por edhe për vendet e tjera të rajonit. Dhe të mos harrojmë që nuk e di, u përmend sot nga komisioneri, mos gaboj nëse dëgjova saktë, dhe shifrën që Komisioni Evropian dha për rajonin për të përballuar COVID-19 prej 3.3 miliardë euro. Është një shifër e konsiderueshme dhe një ndërhyrje e shpejtë. Po ashtu edhe ndërhyrja tjetër që ka bërë komisioneri, por që nuk u përmend sot, sa i përket përfshirjes vendeve të rajonit që kanë mundësinë për të lëvizur brenda BE-s në
valin e parë të hapjes kufive të rajonit, kufive të BE-s. Luti, do ma thuash me një fjali, se e di që ti e ke specialitet, me një fjali sintezën e barometrit, qatë lashje, kush ishte lajmi i barometrit? Shiko, barometri është një matës i mirë i temperaturës së opinionit publik, dhe barometri ka veçantin që matë temperaturën e biznesit në vimësi. Dhe për të bërë një krahasim më të madh, më thënë, këto janë sondazhe profesionale dhe janë sondazhe mjaft mira që i shërbejnë le të themi politik bërësve, i shërbejnë atyre që bëjnë ligjet, i shërbejnë medias, i shërbejnë shoqërisë civile dhe i shërbejnë le të themi sa rajonit aq edhe bashkimit evropian. Dhe po ta vendos është kontrast, këto janë sondazhe, nuk janë sondazhe këto që shfaqen në Facebook apo në rrjetet sociale apo online, duke thënë që votoni këtu dhe si është kjo punë. Domethënë të kënaqur këta apo të pakënaqur. E prisë pak më pikant debatutën. Nëse ti analizon fjalja fundi, nëse ti analizon trendet gjatë 6 barometrave që janë bërë, atëherë ti kupton më mirë se ku duhet ndërhyrë. Edhe fakti që tashmë bëhet krejt e qartë që problemi kryesor në rajon mbesin partitë politike, demokratizimi i partive politike, që ndoshta ka ardhur të bëhet me ligj dhe jo thjesht me presion publik apo mediatik. Faleminderit Luti Dervishi për këtë lidhje me Jërënjë Zolbenja, faleminderit ju zonja Bregu, e thatë nëse do ta lexojnë, ke mos besim se do ta lexojnë barometrin? Jo, shpresoj që në volumin e madh të punëve që i përfshin të gjithë të kenë mundësi të lexojnë, por ne nuk na ngelet hatri dhe po të mos e lexojnë. Mjafton që të pranojnë realitetin i cili po vjen për ditë më shumë pa maskë. Faleminderit. Isha me Melina Bregu, sekretare e përgjithshme e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal.